Dëgjova në një gazet që ka bën një anket. Në këtë anket në adil ka fitusi dhëndri Trumpit një serb që quhet Kushner, pas ka filluar me ble, tani gjithë dim që ka ble Sazanin. Kjo është një tradhti kombëtare. Unë e ndjej me tan shpirtin tim se kjo është një vegël serbe e shitur nga Edi Rama për zaptuar njëherë Sazanin, mrapa për të marrë Vlorën, mrapa për të marrë pikat e tjerë, se Durrësi është marrë nga Arapët, dihet ajo punë. Kështu që ky na ka tradhtuar 100%. Në rase ka tradhtar të kombit shqiptar, është ky palloshi i gjatë që emrin sak mi vunë, po ja ka vunë vetë Lubia e shkret, që ndoshta merr përsipër dhe i bartëron. Tani, unë personalisht ju bëj thirrje të gjithë pensionistave shqiptarë. Në rast se keni një zgjak shqiptar, thirrni bitë tuaja atje ku i keni në emigrim, të vinë ta ndihmojnë popullin shqiptar. Kemi nevojë për inxhiniera, kemi nevojë për jurista, shumë. Juristat na duhen urgjent, sepse demokracia do të fitojë një ditë dhe i duam ata që të japin drejtësinë. Drejtësinë nuk e bëjmë dot as me këtë spak që kemi në sot, as me kolegjët, as me ato që janë në organet gjyqësore, sepse të gjithë janë bijtë e bllokmenve. Pra, ne jemi sot në mes të 4 rrugëve. Pra, ne të zgjohemi, ju bëj thirrje edhe një herë, popull shqiptar, sidomos ne pensionistat, sepse jemi 70% të popullsisë. 70% jemi se pjesa tjetër ka hik. Janë mbyll shkollat, janë mbyll qerdhet, kofshat, qendra shtetësore. Ku do të shkojmë ne tani? Ti përcjellim të gjithë në emigrim. Jo, ju bëj thirrje, sidomos diaspora, na ndihmoni përsëri të arrijmë këmbër Shqipërinë. Faleminderit shumë. Përshëndetje motra dhe vëllezër. Mirëmbrëma doktor profesor Sali Berisha, lideri historik i Partisë Demokratike dhe i opozitës shqiptare. Po, Berisha! Kisha përgatit një fjalim, po ç'të bëj? Me qëlloj radha pak vonë, edhe këta i thanë gjitha. Po do të them 2 fjalë. Për atë bashkëfshatarin tim që nga jo Tarac, na ka foto edhe në për Facebook, na bën moral. Ti shumë shpejt, do të vishesh aty dhe do të bëhesh njëri nga këta. Taulant, tau, ke radhën për këtu. Je thjesht një fundrinesh qytetit të Librazhdit, asgjë më shumë. Ne do të vim shumë shpejt e ty. Do vim, si që na ke thënë vetë, je një frikacak i poshtur. Po, doktor Berisha, ktheje kokën mbrapa. Këta jemi ne. Demokratët e fjalës, liris edhe besës që asnjëherë nuk do të tradhojmë. Jo ty personalisht, po as edhe një që ka votuar për një herë vetë me Partinë Demokratike. Ju shumë faleminderit për pjesëmarrjen, nuk dua ta zgjas shumë fare. Taulant, të fala, Taulant! Mirëmbrëma të nderuar qendrestar, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar deputet, motra dhe vëllezër demokrat, mirë se vini sot në takimin e tretë të Parlamentit qytetarëve, të Parlamentit tuaj. Në janarin e vitit 81, presidenti i sapo zgjedhur Reagan në ceremoninë e inaugurimit do të deklaronte: në këtë krizë të sotme, qeveria nuk është zgjidhja, qeveria është problemi. Dhe në rast se presidenti Reagan e thoshte këtë shprehje epike në një vend ku funksionon demokracia dhe ligji, për Shqipërinë tonë është ndryshe. Këtu, qeverisja sot është kthyer në hallin më të madh të shqiptarëve. Ne nuk kemi një qeveri të popullit, prej popullit dhe për popullin. Po ne kemi një band kaçakësh të veshur mirë që ndjekin qorrazi urdhrat e krye kaçakut, i cili ka një synim të vetëm:
të vjedhi çdo gjë që Zoti ja ka falur pa kursim këtij vendi, të përzër shqiptarët, të tallë fermerët, të katandis arsimtarët dhe nxënësit në ditën e tyre më të zezë. Ai ka synim të shuaj çdo zë dinjitoz në këtë vend, të nëpërkëmbë çdo kritik, ka synim që opozitën ta kthejë në shtojc të qeverisë. Sot, kryeministri i vendit mashtron publikisht kur thotë se nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës që drejtësia të pezullojë një ministër nga detyra. Krejt e kundërta është e vërtet. E para, se në Evropë nuk ndodh që zvendës kryeministri të jetë i pandehur dhe të merret në mbrojtje nga shefi kryeministër. Ai ose jep dorëheqjen, ose shkarkohet. Në çdo vend të botës, ligjet parashikojnë që kur shteti dëmtohet nga ndonjë bashkibozuk, si ky këtu në godinën këtu mbrapa, atëherë jatë se çfarë ndodh. Në Rumani janë pezulluar nga gjykata 3 ministra njëherësh pasi ishin në nënhetim për korrupsion. Dhe kjo pasi ish kryeministri socialist Viktor Ponta refuzonte t'i shkarkonte. Në Itali, ish ministri e bujqësisë u pezullua nga detyra dhe humbi të drejtën për funksione publike. Në Francë janë 2 ministra të shkarkuar në periudhat të ndryshme, njëri prej tyre ministri i brendshëm. Po ashtu në Belgjik, Kroaci, Spanjë dhe për të mos folur pastaj për arrestimin e ish kryeministrit Bosnjës në rastin e respiratorëve për pandemin COVID-19, të cilit prokuroria i vuri prangat në zyrën e tij gjatë hetimeve. Kjo është e vërteta. Por duhet ta kemi të qartë se me refuzimin e tij për të shkarkuar Ballukun, Edi Rama po mbron vetëm veten e tij. Ai kërkon të krijojë një precedent të rrezikshëm, i cili rreket të mbrojë jo vetëm atë, por çdo hajdut dhe zullumqar pushteti në këtë vend. Komisioni Venecias e ka shprehur qartë qëndrimin e tij se askush nuk është mbi ligjin kur bie fjala për vepra të rënda penale siç është korrupsioni. Por Edi Rama e di fort mirë se me arrestimin e Ballukut, sado e cunguar të jetë drejtësia në këtë vend, më pas do të kërkohet koka e tij. Dhe në rast se futet në morsën e drejtësisë, ky njeri që ka uzurpuar këtë godinë do të duhet përgjigjet edhe për shumë e shumë krime të tjera. Edi Rama është shefi gjithë atyre që janë sot nën hetim apo pas hekurave dhe duhet ta ndajmë një herë për gjithmonë. Shefi ose di dhe është i korruptuar, ose nuk di dhe është i mangët nga mend e kokës dhe nuk bën për atë punë. Në çdo rast ai duhet ikë. Edi Rama do të duhet përgjigjet për vjedhjen e inceneratorëve që nuk ekzistojnë, për tenderat e shëndetësisë që i jep miqve të vet oligark, për tigrat e Vlorës, për pastrimin e parave që bëhen me firmën e tij me leje të ndërtimit. Do t'i duhet përgjigjet edhe për skandalin me rrugën Qukës-Qaflloç që ka kushtuar 260 milion euro të paktën dhe që u shemb nga shiu i parë. Në një qeveri të përgjithshme, siç ishte qeveria e Partisë Demokratike, e cila i ideoi atë rrugë, ato 43 kilometra nuk do të kushtonin asnjëherë më shumë se 90 milion euro të cilat ishin parashikuar. Edi Ramës, nëse do të vihet para përgjegjësisë drejtësisë, do duhet përgjigjet edhe për grabitjen e pronave publike. A nuk është vjedhja e tokave të GPS rasti më flagrant se si një kryeministër vën rresht gjithë institucionet e shtetit për të grabitur direkt për interesin e vet 224.000 metra katror në vendin më të bukur në Shqipëri? Partia Demokratike e ka denoncuar prej më shumë se një viti këtë aferë, por ende nuk ka sot asnjë hetim për këtë. Të dashur motra dhe vëllezër, ne do të vazhdojmë të dalim në këtë foltore për të drejtën e fjalës dhe për të vërtetën që me çdo kusht duhet thënë. Qytetarët, demokrat ose jo, nuk duhet dekurajohen, ashtu siç nuk u dekurajuam ne për 46 javë me radhë përpara Bashkisë Tiranës. Faleminderit.